Në qytetin historik të Hararit në Etiopi, hienat konsiderohen pjesë e rëndësishme e jetës së përditshme dhe jo kafshë të rrezikshme. Çdo mbrëmje, Abbas Yusuf, një nga njerëzit e hienave, i ushqen ato me dorë, duke vazhduar një traditë shumë vjeçare të trashëguar brez pas brezi. Përveç aspektit kulturor, studimet tregojnë se hienat kanë rol të madh ekologjik. Sipas kërkimeve të ekologut Gidej Yerga, ato dhe kafshë të tjera pastruese përpunojnë rreth 5.000 ton mbetje organike çdo vit në qytetin Mekele, ku hienat realizojnë afro 90% të këtij pastrimi. Kjo ndihmon në uljen e kostove të menaxhimit të mbetjeve me rreth $100.000 në vit, si edhe në reduktimin e ndotjes dhe përhapjes së sëmundjeve të rrezikshme. Në Harar, bashkëtesa mes njerëzve dhe hienave ekziston prej të paktën 500 vitesh, ndërsa vendasit i konsiderojnë ato edhe mbrojtëse shpirtërore. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se zgjerimi urban mund të rrisë konfliktet mes hienave, bagëtive dhe njerëzve.